Në paragrafet 24 dhe 25 të deklaratës tuaj, ju thoni se nuk besoni që UÇK-ja kishte ndonjë strukturë kontrolli dhe komande funksionuese. Pyetja që kam për ju është kjo. Cila është dallimi ndërmjet kontrollit dhe komandës? Përgjigje. Ne gjithmonë themi komandë dhe kontroll, sepse komanda është kompetenca, autoriteti, por kontrolli është mënyra për ta mbikëqyrur atë, për të përgjigjur dhe situatës, për ta korrigjuar atë, për të ulësuar atë dhe për të ndjekur hapat. Me aq sa pam ne nuk ishte asnjë prej këtyre elementeve. Ne kishim disa vëzhgues në kufirin midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe ndonjëherë ata më thonin që mundoheshin që të mblitin informacion. Këtu e kam fjalën për persona që i përkisnin forcave speciale të Shteteve Bashkuara, po as ata nuk patën mundësi që të mblidhin informacion besueshëm.